Flane të marrë të një më shumë se sa 15 sekonda, mja? Se kështu është studio. Se kështë e pak të tërësi, i pak më kështu. Do të luaj pak më kështu. Kristina Mampu, për planë që e Kristina e Kristina Mampu. Dhe 10% studime master dhe PhD. Aktualisht, Universiteti i Prishtinës, ku ndodhemi dhe ju, ku ndodhemi sot, ofron 250 programe studimit në të gjitha nivelet. Qëllimi ynë, sikurse besoj universitetet e tjera të rajonit, është integrimi sa më shpejt i mundur në hapësirën evropiane të dijes, respektivisht në hapësirën evropiane të arsimit të lartë dhe në hapësirën evropiane të shkencës. Për të vërtetës, vetë thënë se rruga jonë drejt integrimi evropian është më shkurt se përket çështjes arsimore, pra integrimit në hapësirën evropiane, që është e kaq rëndësishme për këtë çështje që ju fut në radhën e gjeneratave të shejta, të cilat me fuqinë e tyre intelektuale do ta shtyjnë me shpejtësi Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë dhe territoret jashtë drejt integrimeve evropiane. Natyrisht, ju jeni ata që mas miri e dini se Bashkimi Evropian dhe integrimet ku dëshojmë që kemi ne nuk është bashkim gjeografik i shteteve, por është bashkimi i vlerave. Dhe unë mendoj se pajtoheni me mua se studentët janë realisht kategoria vetëm të cilat bartin vlera dhe unë shpresoj shumë se ju do të jeni në nivel detyrës që Kosovën, Shqipërinë dhe territoret tona t'i futni sa më shpejt se është e mundur në vendin ku dëshojmë të gjithë në Bashkimin Evropian. Faleminderit shumë. Mirë tani për një fjallë rasti, ftojmë edhe kryetaren e Këshillit Studentar të Universitetit të Tiranës, apo? Esiona Konapi. Të nderuar profesorë Universitetit të Prishtinës, të nderuar drejtues administratës, nderuar profesorë i Parlamentit Studentar, dashur kolegë student. Në fakt është kënaqësi shumë e madhe e imja për edhe gjithë studentët. I nderuar prorektor, ne vizitojmë sot universitetin tuaj në një ditë pranvere, sepse në fakt ishte pranvere vitit 1878, kur Tirana dhe Prishtina ishin bashkë në Prizren, për të thënë të gjithë botës se shqiptarët do t'ja dalin nëse bashkëpunojnë. Në një farë mënyrë është kontrata e parë e shkruar e të gjitha trojeve shqiptare dhe shqiptare në gjithë vendin. Të dashur student, ne jemi sot në Universitetin e Prishtinës, mbasi 100 vjet më mbas, kur Isa Bolentini dhe Ismail Qemali ishin bashkë në Vlorë për të thënë shqiptarëve dhe gjithë botës se shqiptarët ja dolën, se shqiptarët me një gjuhë të bukur shqipe, me një flamur kujtëzi nga Skënderbeu dhe me një këmbë i ndërtuar mbi vlerët e besnikërisë dhe mikpritjes. Por sot, mbas 100 vitesh, ne jemi në një Kosovë dhe një Shqipëri që kanë ecur shumë përpara, në një Kosovë dhe një Shqipëri si ishte dy shtete dhe dy kombe, si një kombë dhe dy shtete të pavarura dhe të konsoliduara, por mbi të gjitha të bashkuar me vlera europiane dhe me qytetari të integruar. Në fakt, është sot detyra e qeverisë Tiranës dhe qeverisë të Prishtinës që teknikisht ta integrojë Shqipërinë dhe Kosovën si një kombë të vetën në Bashkimin Evropian dhe Aleancat Euroatlantike. Por në fakt, është detyra jonë, e studentëve të Tiranës dhe Prishtinës, është detyra e studentëve të këtij kombi që t'ia dalin përpara dhe të krijojnë standarde europiane dhe vlera europiane këtu në Kosovë dhe në Tiranë. Në shqiptarët duhet krijohen dhe të identifikohen në bazë të vlerave unifikuese dhe jo në bazë të territoreve politike.
Në fakt, në vitin 1981, studentët e Kosovës të rrisnin plot pasion për Bashkimin Trojor Shqiptare. Në vitin 1990, studentët e Tiranës e thonin, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Në fakt, ne sot, mbas 20 vjetësh, duhet të ngrejmë zërin dhe të themi, do të ndërtojmë Europën në Shqipëri dhe në Kosovë. Në fakt, kjo është të bëjmë. A mund të bëjmë këtë? Po, ne mundemi. Ne mund të jemi grupi më pozitiv i presionit në të gjitha vendimmarrjet dhe politikave publike të institucioneve tona. Por ne do të jemi promotori i të gjitha lëvizjeve që do të jemi praktike të vendimet tona, por do të shohim më lart. Ne jemi një vlerë pa mohueshme e kombit ton, por në momentin që ne nuk e bëjmë detyrën tonë, themi në antivlerën e saj. Ndaj duhet të jemi zëri dhe shpirti i kombit ton, ajo gjymtyr që merr iniciativa dhe realizon misione. Në fakt, nuk besoj se mjafton kjo të rreth diskutimi që ne të bëjmë me sindiketit, që unë shpresoj të vijoj edhe në Shqipëri me një vizitë ose të Prishtinës të studentëve tuaj, do të ishte një mirë ndërtuar, por në fakt nëse ne flasim vetëm të auditorët kur dalim jashtë nuk bëjmë asgjë, në fakt ne kemi zhgënjur familjen tonë, kemi zhgënjur shoqërinë tonë, kemi zhgënjur kombin tonë. Ne nuk duhet të mjaftojmë me kritika apo me replika, por ne do të parashtrojmë alternativa zgjidhje, do të parashtrojmë rrugë për problematika dhe duhet të jemi ata që të bëjnë zbatim të alternativa. Unë ju falenderoj për gjithë mikpritjen tuaj, ju falenderoj për gjithë hapësirën që na dhat. Ne pas pak do të shkojmë të përpulemi me nderimet më të mëdha përpara memorialit të Adem Jashari, do të shkojmë të vizitojmë edhe shtëpinë Muzeut të Prizrenit. Por në fakt unë si studente që kam 16 vjet banat e shkollës kam mësuar të çka të rëndësishme. Nëse fëmijët janë të edukuar, atyre familjet e tyre do të përparojnë. Nëse të rinjt janë të mirë arsimuar, atëherë vendi i tyre do të evoluojnë. Nëse studentët janë progresistë, atëherë ky kom do të evoluojë. Faleminderit. Falenderoj. Atëherë, i nderuar zoti prorektor, i nderuar zoti sekretar, i nderuar përfaqësuesi i Parlamentit Studentor të Universitetit, të nderuar pedagogë dhe student, është vërtet një kënaqësi shumë e madhe për mua personalisht që të jam në Universitetin e Prishtinës. Ne që të vegjël jemi edukuar me dashurinë për Kosovën, pavarësisht se ndoshta ndonjëherë edhe nuk e kemi shprehur sa duhet apo nuk kemi qenë ndoshta aq aktiv sa që mund të qenë disa të tjerë. Sidoqoftë, duke qenë edhe një pedagog i historisë, unë dua të përmend vetëm 2 momente shumë të rëndësishme për mendimin tim që si thua kanë një vlerë të jashtëzakonshme edhe në kuadër të 100 vjetorit pavarësisë. Momenti i parë edhe Elsiona e tha, është në fakt një proces shumë i gjatë i rilindjes kombëtare shqiptare. U përmend lidha e Prizrenit, po ajo fillon pak më herët me një rizim kulturor edhe me një aktivitet jashtëzakonshëm në letërsi, në studime, në kritika, në gazetari, në shtyp, pra të një rizimi të vetdijes kombëtare shqiptare pas 500 vjetë të robërisë turke. Sigurisht duhet të jemi parasysh disa nga vështirësitë që duhet i përmendim gjithmonë ato, se ishin vështirësitë të jashtëzakonshme për shqiptarët, të ndarë në fetë ndryshme, ku feja përbënte një nga kriteret më të domosdoshme për krijimin e një shteti kombëtar, të ndarë nga marrjet e shumta që ne kemi, të ndarë nga një ekonomi diku më e zhvilluar, diku pak më, po themi, rurale pa zhvilluar, dhe të gjitha këto probleme, si thua, u të kaluan nga rigindasit tanë, të cilët me idetë të tyre dhe në mendjen e tyre bën pastaj të mundur që në zemrën e çdo shqiptarit asaj periudhe të futet nacionalizmi dhe dashuria për kombin dhe për atë. Ky ishte momenti i parë që fillon edhe procesin e gjatë për shtetëformimit shqiptar. Momenti i dytë për mendimin tim është ta diskutojmë pavarësia e Kosovës. Pak diskutim që ne do të synojmë Bashkimin Evropian, integrimin, por ne duhet të kuptojmë që ne jemi një kombë, ne jemi një, edhe këtë e treguam normalisht edhe me këtë vizitë, po e kemi treguar vazhdimisht me bashkëpunimin e shumashëm në gjitha fushat të ekonomisë tonë. Sigurisht Universiteti Shqiptar në gjitha trojat shqiptare i mbetet detyra e rëndësishme për të orientuar kombin në këtë proces shumë gjatë. Dhe roli të rinjve, po edhe roli i universitetit është që të drejtoj me ato linjat kryesore të zhvillimit qoftë të demokracisë brendshme, qoftë të demokracisë në nivel kombëtar,
qoftë zhvillimit ekonomik, qoftë edhe fundja edhe të artit, kulturës, të mbrojtjes mjedisit. Gjitha këto vlera që unë besoj që shqiptarët gjithi kanë brenda vetes, por që thjesht universiteti, edukimin vetë, ndoshta jo vetëm universiteti, por gjitha hallkat e tij kanë një kontribut të jashtëzakonshëm. Sigurisht politika le gjithmonë për të dëshiruar, megjithatë edhe për këtë ne edhe prapë në universitet duhet të le të themi të propagandojmë një shoqëri shumë më demokratike, shumë më kërkuese dhe në këtë mënyrë ta bëjmë që edhe qeverit kushdo të qofshin ato të jenë edhe më të përgjegjshme përpara detyrave të rëndësishme që duhet të zbatojnë, sepse ne të gjithë këtë gjë po kërkojmë tashmë Shqipëri për 20 vitesh, besoj Kosova ndoshta edhe shumë më përpara. Kështu që në këtë prizëm mendoj që këto bashkëpunime patjetër duhet të thellohen, duhet të vazhdojnë. Unë në di që universiteti juaj është shumë i zhvilluar në shtimin e mora vesh djepile që keni një aktivitet jashtëzakonshëm me pedagogë të ftuar, pedagogë të huaj. Edhe ne në Tiranë po përpiqemi, po ndoshta nuk jemi në nivelin tuaj, ndoshta është momenti që ne të marrim shembull nga ju edhe për sa i përket edhe strukturave që ju e keni, edhe këtyre godinave të mrekullueshme. Kështu që në të gjitha rastet jemi patjetër së bashku, edhe duhet jemi së bashku, duhet ndihmojmë njëri tjetrin drejt integrimit, edhe si një kombë. Ju falenderoj shumë, kisha përgatitur një fjalë, por nuk e mbaj se Thank you.